15.000 euro udhtim. 30.000 euro bilete e tij e mëngjesit. U bëj thirrje qytetarëve të Korçës ta gjuajnë me domate dhe vezë. Kudo që ta shohin. Vezë dhe domate dhe vezë kërë hajdutit. Ky duhet të jetë qëndrimi i qytetarëve shqiptarë në çdo skajk ndaj çdo qeveritari. Zoti Berisha, një tjetër situatë e nxehtë është duke u zhvilluar thuajse në përditshmëri në Shkodër në Baks Riol. Çfarë e pengon Partinë Demokratike për të mbështetur këta banor? Absolutisht nuk e pengon asgjë dhe Partia Demokratike, Osman, qëndron prapa çdo shqiptari që i cënohet e drejta, që i cënohet prona. Asgjë. Asnjë pengesë nuk ka dhe nuk mund të ketë. Prit, jo, deputet tanë kanë qenë aty. Tani, ne, deputet tanë kanë qenë aty. Jo, do më thënë, deputet tanë kanë qenë aty. Në qoftë se ju, mendoni se Partia Demokratike do t'jetë pjesë në çdo protest, kjo besoj se është Partia Demokratike mbështet protestat. Çdo protest të drejtë. Dhe, të mi gjë këtu, kemi ndërtuar më shumë se kushdo në histori dhe më shumë se kur. Dhe nuk kemi patur absolutisht përveç se në një rast asnjë protest nga pronarët për shpronësimin e tokave të tyre. Pse? Sepse nuk kemi bërë asnjë hap pa i dëm shpërblyer ose pa firmosur me ta marrëveshjen me ta që në këtë kohë do marrin parat. Dhe unë jap një shembull, Osman. Rruga e Kombit me gjerësinë e saj 27 metra dhe plus rezerven ka bërë shpronësimet më të mëdha. Dhe prit. Dhe ajo është ndërto dizajn. Do më thënë, bëj dizajnin, ndërtoj, pastaj dizajnin, ndërtoj. Në këtë mënyrë, sepse duhet përfundonte. Çfarë bëm ne? Ne krijuam një ekip ekspertësh kompetent dhe bashkëngjitëm me dizajnin. Me një qëllim të vetëm, që aty ku vija për të marrë tokën, negocioj me pronarin, i ofroj shpërblimi, firmosej kontrata me të, dhe na rësheni, Gjernë Morin nuk ka patur asnjë protest, sepse nuk ndërtoi pa zgjidhur problemin e pronësisë. Atëherë, çfarë duhet të them me këtë? Përgjegjës kryesor për këtë është qeveria, e cila në asnjë rast nuk duhet firmos asnjë leje pa marrë garanci të plot se është zgjidhur dhe pa bërë check-up pa kontrolluar se është zgjidhur plotësisht problemi me pronarët. Në asnjë rast, kurse qeveria paguhet, merr parat vet dhe lëshon lejet sipas dëshirës. Kjo është ne, qoftë në Rjoll, qoftë kudo që të dalin, ne mbështesim
plotësisht pronart. E ligjshëm. Ne nuk pranojmë kur arbitraritetin ndaj tyre. Dhe ata që përpiqen ta politizojnë, ata mashtrojnë. S'është vërtet, ne kur s'mund të kemi qëllim tjetër. Jo. Por falem. Terren nuk shkoni dot. Meqense në terren nuk shkoni dot në përditshmëri, pra për t'i mbështetur. Nga selia e Partisë Demokratike, sa deklarata keni bërë? Partia Demokratike mbështet politikisht, të lutem zotëri. Sa deklarata keni bërë? Partia Demokratike mbështet politikisht. Do të jenë komunitetet ata që duhet të... Po, përveç se rasteve kur ne ju kemi bërë pyetje që keni folë për këtë temë, pyes Partia Demokratike në sa raste ka dalë në një deklaratë për shtyp për të dalë në mbështetje ose për të kërkuar një zgjidhje të situatës. Kjo është të paktën e treta herë që unë prononcohem para mediave. Jo, edhe pa pyetje, sepse kemi patur deputetin atje ne. Edhe pa pyetje. Kemi patur deputetin atje, përfaqësues tonin. Dhe prapë them këtu, ku do dhe në çdo rast, ne qëndrojmë prapa pronarve të ligjshëm. Pronarve të ligjshëm, e them këtu, e theksoj. Por, dhe zgjidhja, dhe ne fajsojmë qeverinë rreth parë, dhe një e them, sepse qeveria nuk do të jap asnjë leje, pa u garantuar plotësisht se komuniteti ka marrë atë që i takon. Kjo është. Ne kemi vepruar në të mënyrë për veten tonë. Ne rasti i rrugës Kombit, sepse rruga e Kombit u ndërtua në atë formë, siç e dini, kurse tjera atjo, tjera e bëri projekti, shpronsoi njërë nga Alfa tashu, dhe në 8 vite 11.300 km rrugë, qindra shkolla, kopshte, kanalizime, ujësjelsa, të vetmen përplasje që kemi patur, kanë qenë banor të shkolla teknologjike, të cilve edhe atyre u ofruam sa po paraqiten ankesat, që ishte një problem ligjor, u ofruam zgjidhjen dhe ata ranë plotësisht dakord. S'ke patur? Nuk kemi patur. Kjo që ndodh nuk duhet kur të ndodh. Dhe nuk mbrojmë asnjëri. Kur them asnjëri. Në mënyrë absolute. Qëndrimi ynë është ky, të zgjidhet problemi me pronart. Pikë. Cili do qoftë dhe kush do të jetë. Dhuna shtetërore ndaj pronarëve nuk mund të përdoret kur. Se këtë e krijon qeveria. Qeveria paguhet dhe bën këtë gjëra këto. Zoti Berisha, ju tha që keni një plan, një ide për protestën e 28 shkurtit që do t'ja paraqisni kryesisë apo Këshillit Kombëtar për të marrë një vendim dhe më pas media do të informohet. A varet, le të themi, dhe skenari i protestës së 28 shkurtit nga qëndrimi i mazhorancës ditën e sotme për zëvendëskryeministrin Balluku dhe në iden tuaj, a është përfshirë që qëndresa pa ndalim apo ngujimi një pjesë të zyrtarëve të Partisë Demokratike? Faleminderit për pyetjen. Protestat tona nuk kanë në fokus kryesor Ballukun. Fokus kryesor i protestave tona është kryehajduti i Kombit Edi Rama. Balluku është vetëm aksesor i tij. Një aksesor e tij. Është. Por protesta, revolta, kryengritja paqësore është ka në epicentër Edi Ramën për ne. Duhet jemi dhe çdo qytetar do ta ketë të qartë. Ai është mater matrix, nëna e nënës të gjitha këtyre aferave që kanë dalë, këtyre gjirizeve që kanë shpërthyer. Pa e dini ju që Akshi është
të paktën 3 herë. 3 herë. Më kriminal, më i rëndë,